Vijat e kuqe të Serbisë janë mjaft të qarta dhe nuk mund dhe nuk do të ketë ndryshime kur bëhet fjalë për harmonizimin me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, tha ministri për integrimin evropian Nemanja Starović. Ai i pyetur nëse rruga drejt Bashkimit Evropian kushtëzohet me heqjen dorë nga politika e saj e jashtme, por edhe nga Kosova, Starović tha se është detyrimi i Serbisë që gradualisht të rrisë nivelin e pajtueshmërisë. Vitin e kaluar ne rritën atë normë 15%, megjithse nuk futën sanksionet kundër Rusisë, theksoi ministri. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës po shqyrton mospërputhje të shumta gjatë rinumërimit të votave në një numër qendrash votimi. Këshilli për operacione zgjedhore u mblodh në mëngjes dhe Komisioni Qendror Zgjedhor u mblodh sot pasdite, por ende nuk dihet nëse do të merret një vendim për rinumërimin e mundshëm të gjitha votave. Sipas numërimit të fundit, në 556 nga 914 qendra votimi të planifikuara, vetvendosja ka 47, Partia Demokratike e Kosovës 25, Lidhja Demokratike e Kosovës më pak se 11 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pothuajse 4% të votave. Në të gjitha komunat ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave. Do të fillojë mbledhja informacioneve për abuzimin në procesin zgjedhor, njoftoi zyra kryeprokurorit të Kosovës, e cila deklaroi se prokuroria ka monitoruar vazhdimisht procesin. Prokurori në prezent tashmë ka filluar procedurat dhe zyra e prokurorit kryesor ka njoftuar se do të mbetet e përkushtuar për të mbrojtur vullnetin e lirë të votuesve dhe do të hetojë çdo rast në të cilin ekziston dyshime se votat janë keq përdorur ose falsifikuar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, vlerësoi se devijimet e mëdha të zbuluara gjatë rinumërimit të pjesëshëm të votave për kandidatë parlamentar janë shqetësuese dhe deklaroi se një rinumërim i plotë i votave në të gjithë Kosovën do të ishte një hap i domosdoshëm. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha mbrëm se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të sigurojë një rinumërim të plotë dhe çdo kuti votimi dhe se kushdo që ka shkelur votimin e lirë duhet të mbajë përgjegjësi. Avokati Arber Jashari beson se përgjegjësia penale për manipulimin e rezultateve të zgjedhjeve nuk duhet të kufizohet vetëm tek anëtarët e komisionit që numëruan votat, por se edhe ata që urdhëruan ose porositën këto rezultate duhet të dalin para drejtësisë. Duke komentuar rinumërimin e votave dhe parregullsitë e regjistruara, analisti politik Azdren Shala bëri thirrje për një hetim të plot, duke shtuar se asnjë eksponent i këtij, si shtotai skenari kriminal dhe korruptiv, nuk duhet të mbetet i pandëshkuar. Prokuroria themelore në Prishtinë me mbështetjen e policisë së Kosovës arrestoi 4 persone në kuadër të aksionit antikorrupsion, 2 prej tyre për të shpërdorim detyre dhe 2 për pranim të rishfetit në sektorin privat. Këta 4 personë u arrestuan në dyshim se ishin përfshirë në abuzime gjatë procesit të lëshimit të lejeve për armbajtje në Prishtinë dhe 2 prej tyre janë punonjës të Ministrisë së Brendshme. Operacioni policor u zhvillua në poligonin e qitjes Reluand në Prishtinë. Policia e Shqipërisë ka arrestuar 2 persona me banim në Tiranë pasi që UNMIK-u lishoi një urdhë arresti për ta me 13 janar në dyshim për përfshirjen në trafikim qenjes njerëzore. Ata janë shtetas të Shqipërisë me inicialet RB dhe GH dhe me banim në Tiranë. Autoritetet e Kosovës i akuzojnë ata për organizimin e një grupi kriminal në fushën e trafikimit të qenjeve njerëzore. Ata janë në paraburgim për ekstradim dhe pritet të ekstradohen në autoritetet e Kosovës. Kremtimi Epifanis në Korminjan pranë Kamenicës mblodhi këtë mëngjes një numër të madh besimtarësh, të cilët në frymën e traditës dhe ruajtjes së zakoneve të Kosovës morën pjesë në liturgji, shenjtërimin e ujit dhe notimin tradicional për kryqin e shenjtë në Binaçka Moraven e ftohtë në një temperaturë të jashtme prej -10 gradë. 12 të rinj të guximshëm morën pjesë në not. Noti tradicional për kryqin e shenjtë u organizua sot edhe në veri të
Kosovës në liçenin e Gazivodës, ku mblodhen më shumë se 300 notarë përfshirë fëmijë. Mateja Kosalović nga Mitrovica Veriut arriti I pari te Kryqi. Edhe nesër do të jetë moti I kthjellë dhe shumë I ftohtë me erë të fortë juglindore, e cila do të ketë edhe stuhi në jug të Banatit dhe në rajonin e Danubit. Temperatura mëngjesi do të sillet nga -12 deri në -5, kurse ajo më e larta ditore nga 2 deri në 6 gradë Celsius.